për ata që kanë bërë mirë në këtë botë si besimtar, Zoti do t'u japë mirësi pafund, që është xheneti, po edhe diçka dhurat. Problemi tjetër se Zoti nuk na fut në zjarr xhenemit. Faman zuhziha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Ku shpëton për xhenemit dhe futet në xhenet, ka shpëtuar. Shpërblimi tjetër se ne fitojmë xhenetin. Kjo është mirësia më e madhe, se ne, domethënë, në xhenet do të shpërblejmë për gjitha të mirat që ne kemi bërë për Zotin në jetën e botë. Dhe e pesta është se ne në botën tjetër do të kemi mundësi të shohim Zotin ton. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an, lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Për ata që kanë bërë mirë në këtë botë si besimtar, Zoti do t'u japë mirësi pafund, që është xheneti, po edhe diçka dhurat, mbi mirësitë pafund. E pyetën profetin alayhis salam, o pejgamberi i Zotit, ç'është kjo mirësia dhurat plus, ndërkohë që xheneti ka të gjitha. Tha, besimtarëve në parajs, pra në xhenet, do t'i mundësohet ta shohin Zotin e tyre dhe nuk ka bekim më të madh dhe dhuratë më të madhe dhe më të bukur për besimtarët se sa kur të shikojnë Zotin krijuesin e tyre. Kështu që si themi ne, mos e vrit mendjen se si do të jetë shpërblimi. Është e sigurt që shpërblimi do të jetë ashtu siç e thot Hadith Qudsi, kanë përgatitur për njerëzit besimtarë vepër mirë, atë që syt se kanë parë, atë që veshët se kanë dëgjuar dhe atë që mendjet njerëzore nuk e kanë imagjinuar kurrë. Pra xheneti është i atill që është i paimagjinueshëm. Dhe mjafton që në xhenet njeriu nuk vdes kurrë, është i përjetshëm, sikur mos kishte asgjë tjetër në xheneti. Vetëm përjetësinë do të ishte mjaftueshëm që të shihej si bekimi më i madh. Për këtë arsye dhe ajetin fjalë ka ardhur në cilën sure, në surën Rahman. Në surën Rahman pikërisht jepet përgjigje për këtë pyetje. Se si është xheneti, çfarë ka xheneti, sa lloje xhenetësh, çfarë lloje ujash etj, po edhe në përgjithësi Kurani na tregon se ç'është xheneti, lumet e xhenetit, ushqimi i xhenetit, hyrit e xhenetit etj, pra që ne të kuptojmë se xheneti nuk është diçka ndërrore, prallore, mendore. Jo, xheneti është realitet që ne do ta jetojmë, do të jetojmë në të, do të hajmë, do të pijmë, do të zhvillojmë jetën tonë pafundësisht, përjetësisht. Pra nuk është diçka shpirtërore, nuk është punë shpirtësh, do të jemi ne, ky njeriu që është sot, ky do të jetë në xhenet. Ashtu siç edhe ai njeriu që është sot do të jetë në zjarrin e xhenemit. Kështu që fitimi është i madh, fitimi është i vërtet, fitimi është me shpresën e Zotit i përjetueshëm. Thjesht duhet të ketë njerëz që lodhen për ta.